Dukuria e përzierjes meshkuj dhe femra, një temë e lënë anash nga shumë kush, do të trajtohet në PIZ TV nga Hoxh Sedat Islami. Me çka arsyetohen ata që i lënë së bashku në një vend meshkuj dhe femrat? Me arsyetimin e barazis, apo arsyetimin se nëse i privojmë nga kjo, atëherë do të ketë diskriminim për njerë nga këto gjinim. Ku duhet të kenë kujdes besimtarët që të mos bëjnë veprime jo etike? Besimtari dhe besimtarja të ruhen nga shikimi ndaluar, të mos shikojnë në gjëra të turpshme, në gjëra të cilat mund të jenë shkaktar për të motivuar epshin, për të ngjallë epshin tek ata. Sa mund të jetë e dëmshme përzierja e dy gjinive në shkollë? Do t'i ofrohen plan programe mësime të cilat nuk i hyjnë shumë në punë. Apo edhe gjinisë sekundërt, gjinisë mashkullore në këtë rast, ndoshta do t'i ofrohen gjëra të cilat janë ekskluzive, kanë bëjnë më shumë me natyrën e femrës se sa me natyrën e mashkujve. Dukuria e përzierjes meshkuj-femra vjen këtë të diel, ora 19, në emisionin Islami dhe shoqëria me Hoxh Sedat Islami.